Ka ndodhur me një mik, prej kohë diskutonin me çështjet fetare, mbi Zotin, mbi ekzistencën dhe shpesh i dukeshin si çështje të parëndësishme, çështje pa efekt, ndoshta shpesh dhe si humbje kohe, po për respekt të vazhdonte bisedën. Para disa kohësh më tha që jam bërë praktikant, jam bërë musliman, e thash çfarë ndodhi? Nuk përputheshin. Tha jam bërë në momentin që u bëra baba. Në momentin që e mora birin tim në dorë, thash këtu diçka ka. Këtu nuk është këtu ka mrekulli. Pra mbas kësaj nuk është aksidenti, nuk është e kota, nuk është rastësia. E kuptova kisha mrekullin në dorë, nuk kisha ku shkoja më. Pra një meditim mbi një moment që për të ishte personale, po pothuajse të gjithë njerëzit e kalojnë këtë moment ose të ngjashme me këtë. Kam një rast interesant e kundërta kësaj, di një motër domethënë, e cila ka qenë as pak praktikant, me vdekjen e prindit të saj filloi të fali 5 vakte. Domethënë e kuptoj se nuk është gjithçka, ka diçka tjetër plus, sepse shpirti kërkonte shpirtin, shpirti kërkonte lidhjen, edhe e kuptoj. Pra s'mund të mbyllet me asgjësim tashmë, njeriu më i dashur tani duhet ta zgjesohet. Ishte diçka që kishte mbante akoma lidhje, mbante akoma edhe kjo e çoi në udhëzim.